Gjatë ditës së djeshme ka ndërruar jetë Ndu Deda, ish ushtar i UÇK-s, në familjen e të cilit gjatë viteve 1999 ishte vendosur edhe Spitali Ushtarak i UÇK-s. Ai ishte kujdestar me përkushtim për të plagusurit, duke u ndihmuar me ushqime dhe gjërat e tjera të nevojshme. Varrimi i ndjerit do të bënte në varrezat e çerimit.